وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. Falëndërimi dhe lavdrimi takon Allahut xhaleshanuhu, kërkojmë ndihmë prej tij dhe falje gabimesh. E lutim Allahun xhaleshanuhu që të na mbrojë dhe ruaj prej të këqijave tona dhe të këqijave të punëve tona. Kënda udhëzon Allahu, s'ka kush e lajtit nga rruga e vërtet, kënda humb, s'ka kush e udhëzon. Dëshmojmë se nuk ka Zot tjetër dhe të adhuruar tjetër përveç Allahut, i vetëm, i pashoq. Dhe dëshmojmë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i tij. Si gjithherë, s'pari e falenderojmë Allahun xhaleshanuhu për gjitha këto mundësi që na ka dhënë. Dhe gjithsesi e falenderoj dhe laurën për mbështetjen tem që ma jep vazhdimisht që të realizojmë të emisione sa ma mirë dhe sa ma bukur të jemi afër të gjuhësve tona. Edhe inshallah çdo minutë që kalojmë nga jeta jonë e shkurtër në këto emisione do të peshojnë në veprat tona të mira dhe do të gjejmë kur dalim para Allahut si prej punëve tona të mira dhe do të jenë shkak që ne të hyjmë në xhenet dhe të arrijmë shpërblim të Allahut xhaleshanuhu. Se me të vërtet Allahu na ka dhënë mundësi shumë, na ka dhënë kohë shumë, 24 orëshin për me zhvilluna në jetën tonë, po se si po e menaxhojmë në kohën tonë, çka po bëjmë rreth këtyne 24 orëve, çka po veprojmë dhe çka po vendosin me lajket në librin tonë, do të kemi parasysh çdo herë të mendojmë rreth kësaj. E ne për mos mi lan pak me shku kot jeta jonë, edhe na me pas në pëshorën e veprave të mira, diçka të mirë, mirë po edhe ju dëgjuese kushdo që jeni pjesë e këtij emisioni që do të keni mundësi me përfitu prej kësaj diturisë të pakt që na i ka mundësu Allahu, ato çka e kena po mundohemi me nda me juve, me bashkë bisedu me juve, edhe inshallah me përfitu prej njëna tjetrës, aq sa kena mundësi në këta minutat pak që i kemi rezervu për çdo muaj, inshallah prej këtij muaji me 20 tetor, inshallah çdo 20-in e çdo muaji do të kena mundësi me pas këtë emision pyetje dhe përgjigje. Qofse ka me qenë kërkesa dhe më e madhe se që kemi mendu, inshallah shpeshtojna edhe emisionin. Gjithherë mundu me mjë përgjigje dhe kërkesave t'juve se qysh i keni. Allah na pastroft njetin ton, na i pastroft zemrat tona, na i shtoft dijen ton, edhe inshallah na i pastron çdo fjalë dhe vepër me sinqeritet, edhe inshallah është të dobishme për çdo kanë që ndëgjon, edhe është nismë e mirë për gjithë ato që janë pjesë e këtij emisioni. Unë e pata vetëm këtë hyrje, Laura, fjala është për ty, pyetjet do t'i marrim, edhe shehti cilat kush ka pyet, çka ka pyet, inshallah kena të mira dhe dobishme, edhe ato 10 pyetjet e para kush ka arrit për me shkruat, inshallah mos me të barç sante po fillojna me 10 parat, mandej e shohëm se qysh vazhdojnë në emisionet të tjera. Mirë, Allah është përblef. Mësuesja, atëherë pyetja e parë. Pyet një motër, thot kështot. Si mund ta ruaj sinqeritetin në adhurim kur më kap krenaria pa drejtësisht? Edhe njëherë pjesa fundit. Më falni, më bëni hallas se mikrofoni. Thot një motër, si mund ta ruaj sinqeritetin në adhurim kur më kap krenaria pa dashje? Kjo pyetje e mirë që na vyn çdo moment që na me pas parasysh se qysh e bojmë adhurimin kur jemi duke bë adhurimin drejt Zotit. Unë e kum thonë shpesh herë në për shumë ligjërata që nuk është adhurim qysh mendojnë ana veç falja namazit, veç kur të lidhesh namaz është adhurim. Ose veç kur jena duke agjëru është adhurim. Adhurim është gjithë shka që e bojna me njetë për hir të Zotit, edhe gjithë shka një vepër e mirë
që mendojnë atë që është të mirë të Allahu dhe dobishme për njerëzit, ajo është adhurim. Edhe ti që e bën me një të adhurimit ndaj Zotit. Domethënë, kena shumë vepra në këtë botë, se nështë nuk mujna më zgjeru shumë të çdo pyetje se tani bëhet emisioni shumë i gjatë, po në pika shumë të shkurta. Nuk është në rregull nëse dikush, kur të fillon me fal namazin vet, e fal namazin shkileshka. Veç sa të mundet me kry ma shpejt se e kam obligim edhe ati stakfirullah shumë njerëz e kom një ta hek i qafe. Se pe ban, pra, ashtu në qofë se ti e ndin që veç me hek qafe. Pse pe ban? Kur kush me dharë nuk të shten. Kur kush nuk ka ardhë me naj pushk, me të majt ato afer dhe me thonë, hajde kryje ma shpejt se duhet me kry. Qofë se ti nuk e ndin prej brendësis tane, dashurin me takimin me Zotin tanë, dhe lidhjen që ka nevoj, brendësia jotë, shpirti jotë, zemra jotë me pas me krijuesin tonë, atëherë mos e bën hiç. Adhurimi bëhet kur ti e ndin dashurinë dhe lidhjen me krijuesin, e bën për me kënaq krijuesin, që ajo quhet adhurim, që ajo quhet kënaqësi që pe bën për hir tina. Po edhe qysh me rujt sinqeritetin, me mendu se ty vazhdimisht Allahu është të vëzhgu. Ti e nën vëzhgimin e kamerave të Zotit. Ato nuk nalen kur, ato shymen kur. 24 orë janë aktive. Edhe në qofë se na dim se e na hi me një objekt, edhe e thot nën vëzhgimin e kamerave 24/7. Jo me bine prej çdo njëmes prej juve, që keni më mundu pak ma mirë mi pas sjelljet. Me kam pak ma në rregull. Pse? Keni me thonë se është unë për cjell dikush, unë mshe dikush. Kush të shë? Krijesa, që është sikur se ti, njeri, që s'ka me të marrë në shta heq në gjykim, mas s'ka me të marrë në pyetje për kur gjë. Po harroni që ne jemi nën vëzhgimin e kamerat të Allahu xhaleshanu 24/7 çdo moment. Çka do që veprojna, Allahu është nën mbikëqyrjen edhe na sheh neve, se çka veprojmë. Po ai nuk na sheh veç veprat nënën e jashtme, subhanallah. Ai na vëzhgon dhe na sheh edhe brendësin tonë, zemrat tona na që shikina. Qysh jetu e boti qatë vepër? A jetu e bo për hirë Zotit, a jetu e bo për syfatësi. Për relaksim të bisedës edhe të kësaj ligjëratës të parë, kur kemi qenë me dresën atë regëshin profesorat, kur ka qenë një person të falë namazin jashtë, kanë thonë, bravo bre, që fa njeri për falë ka namazin. A i që shukon të folë, ka thonë edhe agjeru shumë jam. Të më thonë, ka tregu, o mënu me tregu ato adhurimin që është të bon da i Zotit, e ka prish të më thonë namazin, për të risa t'i folë, duke falë namaz, atëre namazin të prishet, e dina krejt. A i qatë që u kom të bo adhurimin për syfatësit njerëzve, sa që s'ka mujt me qëndru, i përqëndrum namaz, u kom të i ndëgju fjallë se që api vin jashtë, edhe ja u ka këthy përgjigjen që dhe agjeru shumë jam, se të më hantis që jeshtë ja i agjeru shumë as jenë që se nuk të regon ti. Këtu pra, e shumë që sinceritetin adhurim dhe Allahu xhaleshanu nuk duhet me qenë njeriu ai cili me krenu veten se ku çka jam të bëne. Ti adhurimin me Zotin maje, mundohu me majt sa ma të fshet, sa ma sinceriteti i veprës tane me qenë sa ma shumë lidhje me Zotin. Po unë shpesh herë ju këmë thonë gjematit tem, kur dojna me bo një vepërt, cilën dojna me bo adhurim ndaj Zotit. Mirë po, mrena vetës tone, ti e ki plan dhe po ki dëshirë që dikush me përfitu prej teje, prej qasoj veprës që bon ti, me qenë shembull që dhe dikush me bo, atëhere mu rujt mirë me pyet vetën tone se a jetu të regu për mendje madhësi dhe syfaqësi që atë vepër që jetu e bo, apo jetu e të regu që me pos shembull ai që edhe ai me bo qatë vepër si ti. Për shembull të sadakaja. Sadakon është mas miri me dhonë fshet. Qysh ka thonë pejgamberi alayhis salam, sa që dora majt mos me posë që ka dhonë e tjata, para me ndani tashtë. Aq fshet që është mirë me dhonë sadakon. Mirë po këtë kohën tonë që po jetur. Nështë ti bohë shembull, shpesh herë, në qofë se ti pja u përsëris shpesh,
e pyet veten se apo mundesh me majt qatë sinceritetin e veprës që jetu e bo. Apo mundesh me thonë që jam të tregu njerëzve që kum dhon sadak për hir të Zotit, mirë po du me ta qit men, i shoqja jam që dhe ti me dhon sadak është shumë mirë për ty. Do me thonë, qofse na japum sadak një skamnorit, e kem shumë raste që ka nevoj, edhe unë e thom, Flor, unë filonit ja kum dhon 50 euro sadaka, e di pse? Se kish pas nevoj për një shpëret me bli. Po vallahi i metën mango edhe 50 euro pi vyshin për me kompletu atëvar çështjen e qëtoj procedurës shpëretit për shembull. Tashtu ne kum bë me njet që asoj një aqit men që nëse ki mundësi edhe ti mi dhon. Domethënë unë e marr dy fish për blimin. Pse? Edhe kum dhon sadak, edhe ja kum qit men dikujna për me dhon sadak. Po Zoti na rujt, me bone me thon që ja kum dhon me 50 euro filonës, me tregu me ndjemanësise që çfarë zemërgjërsi e kam unë, atëherë subhanallah, kena ato shumë frikë që humbet ajo sadak. Se ty tu ka kthy tash syfatësi. E këtu duhet me pas kujdes, domethënë krejt se sa kemi lidhje me Krijuesin dhe sa është sinqeriteti i veprës tonë që ne e bojna. Edhe nëse ne dojmë me lidh atë lidhjen me Zotin, me forcu lidhjen me Zotin, mundani që adhurimet mi bëse ma fshet. Që mu na u forcu dhe sinceriteti në lidhjen me Krijuesin tonë. Për shembull, në veçanti namazin natës, është diçka që s'mundet me të pa kurkush. Quhesh vet, merr abdes kur kit njerëzit janë të flajt, edhe mundohesh me kriju atë lidhjen e fortë me Krijuesin, e kjo na ndihmon që sinqeriteti jon, shpirti jon, mu lidh dhe mu forcu me sinqeritet e me dëbsu atë egon tonë që e kina. Edhe gjithherë, edhe Ibn Kaimi ka thonë që nuk është shenjë e sinqeritetit qofse e len një vepër nga frika e syfatësisë. Domethënë, ti duhet me pas kujdes që shtu thash me veten. Sa je sinqert në qatë vepër që i tu e bo. Sa ki sinqeritet në lidhje me Krijuesin, veprën që i tu e bo. Por ata edhe gjithherë boni dua. Që shë ka thonë pejgamberi alayhis salam, o Allah, mos na i shtrembëro zemrat tona pasi që na udhësove. Më na forcu Zotin këtë fej, më na forcu Zotin lidhje me Krijuesin. Që kjo ka shumë rëndësi. Se nashta po zgjerona pak shumë, po sot është dita parë, nashta e bojna në mënyrë më të shpejtë edhe tjerat. Vazhdojmë me dytën, Laur. Tamam. Pyetja e dytë është kështu: a është më mirë të lutesh shumë e me zemër apo pak por rregullisht? Lutja është një prej veprave më të mira që ta ndryshon jetën për çka do që dojsh. Po pejgamberi alayhis salam sa i përket lutjes ka thonë ed-dua ra'sul ibade. Duaja është koka e ibadetit. Të më thonë, koka, ajo pjesa kryesore që na e bojna adhurimin, ibadetin ndaj Zotit është duaja. Pse? Ti kur bën dua, pi bindesh Krijuesit tan. Po afrohesh te Zoti yt edhe pi thua Zot, unë gjithçka që du prej teje. Unë s'kam fuqi prej vetes tem. Na shpeshherë duhet kur bëjmë dua, domethënë gjithherë me parashtru vetën tonë që jemi shumë dopt kundrejt Krijuesit. Po këto është mirë të dyjat me pas. Edhe mu lut me gjithë zemër, po edhe mu lut rregullisht. Domethënë edhe duaja me kon pjesë e jetës tonë gjithherë. Mu lut. Se pejgamberi alayhis salam ka thonë kur besimtarin e sprovon Zoti diçka e godet një sprov, a dini për çka është arsyeja e sprovës? Sepse Zoti është mërzit për zërin e robit vet. Subhanallah. Është mërzit për zërin e robit vet, e ka sprovu që ai mu kthy te Zoti me bë dua dhe me kërkue prej Zotit. Më mundu domethënë, si këshilla jemi është që me bë dua shumë, me bë dua me shpirt edhe me zemër,
Kur të bani duan, mos bani dua stakfirullah me thonë, thua, mënet Zoti mo ma pranu, as mënet. Pse? Ti po shtin shybe në fuqinë e krijuesit. Kur Zoti thot diçka, kun feje kun, bëho, ajo me njëherë bëhot, s'ka ato me diskutu. Ty duket e pakapshme, duket e parreshme, po për Zotin nuk është kur gjë. Pse? Kur Zoti të krijoi ty për një pike, për një kurgjafit heq, tha bëho dhe u bane njeri dhe erdhën këtë botë dhe frymon dhe zhvillon këtë jetë. As po ka fuqi Zoti me ti pranu ty do duat vogla që i ki do dëshirat vogla kësaj dynjaje. Fuqia tia është absolute. E ke po kur thot birë shi, bjen shi. Nalu. Ashtu është pra edhe na sa mujna me kriju atë dashurin dhe lidin dhe fuqin që ka Allahu dhe me fitue atë besimin e fort që Allahu ka fuqi për mua gjithë shka me ba dhe që mos harani kur të bani dua. Kur jeta e ju, mos kërkoni prej Allahut pa thonë, o Allah, mundëso ma realizimin e kësaj dëshire, nëse është hajt për mu. Këtë pjesën hajt, mos e të anashkaloni kur ndoa. Se shpesher na mujna me kërku me këm ngullje diçka të Zoti. Po subhanallah ma voni bina pishman, thujna bre Zot, se pas na kërku se ka konë shumë e dëmshme për mu kjo, që e kërkuva prej te dhe ma realizove. Gjithher kur të bëni dua, o Allah, mundësoma me shku filan venin, nëse është hajt për mu. O Allah, mundësoma mu bashku me filan njerin, nëse është hajt për mu. Se të ardhme në din veç Allahu. Kështu që mas miri është mi alon dorë në atina. Vazhdojna me tretën, inshallah Laura, si jam të zgjatë shumë. Se po tutna që jo jesë në hak, e jo jesë bërqë, po kom qef njërën ma të mirë të mund shme mirë përgjithë. Jo, shumë mirë jemi suse, Allah të shpërbleft. Amin, inshallah. Tretë është, a pranohet pendimi nëse njeriu bie prap në të njëjtin gabim? Zoti na rujt. Po filloj me një fjalë popullore. Kur sa arrej, kur isha në fakultet, fletojsha edhe literaturë, jo veç islame, po edhe tjera. O pa të mësu që të fjapë shumë të fortë. Nuk është gabim të gabosh, gabim është të vazhdosh në gabime. Dhe më thonë, shumë fjallë, kuptim plote, se gjithë kush gabon. Zoti e ka ditë si krijesa që na ka kriju që ne gabojmë. I pa gabu shumë është veç krijuesi. Çka tha pejgamberi Alisi, no? Allahu do ta shkatronte këtë popull, këtë met, e do ta sillte një met tjetër i cili gabon. Domthon, nëse na do të ishim pa gabushëm, po na jemi të gabushëm. Po jo tash më çu me pikë qëllimit me marrë dhe me bë gabimin vazhdimisht. Për arsye se prej kushteve edhe kur të pendohemi prej një gabimit, domthon pendimi prej gabimit ka kushte. E një prej kushteve që Allah më na i pranu pendimin është mos të rikthehemi edhe një herë në gabimin e njëjtë që kemi bë. Kjo është kusht që Zoti më na i pranu pendimin. E tash na më çu me bë me pikë qëllimit gabimin, edhe me kërku falje të Zotit, më pendu. Apet më çu me vazhdu të njëjtën gabim, me shku me bazë, më thonë hajtë se Zoti ma fal. Këtu, atëherë këtë çështje unë nuk kam kompetenca, ja la Zotit. Atu Zoti e din me robin e vetë se çka bën. Mirë po në bazë të asaj që kemi mësu, domethënë është kusht që mos të rikthehemi në gabimin e njëjtë. Më mundu që mos me përsërit gabimin. Edhe nëse gabojmë, po prap se prap, nuk kisha thonë që tani me thonë hajtë se gabova dhe me lanë ma, mos më pendu heq, edhe kjo është keq. Edhe këto s'kisha sugjeru për me vepru, po mundoni që sa ma pak me gabu, më rujt, se sa të ruhmi na, Allah në arunë edhe neve, edhe mos e anashkaloni edhe 100 herë në bëfsh gabimin e njëjtë, edhe 100 herë bën e pendimin se Allah është i madh, edhe inshallah ai na fal edhe na mëshiron gjithve. Vazhdojmë Laur tjetrën. Tamam. Pyetja tjetër është çfarë do të këshilloje vajzave që duan të studiojnë teologji, duke u bazuar edhe në jetën tënde mësuese, pra që je dhe teologe me profesion,
na trega ose na këshilla diçka për neve që dojna me studiu teologjinë. Është interesant se në këtë botë Allah i ka kriju njerëzit të ndryshëm. Është secili njeri ka karakterin e ndryshëm për tjetrit. Edhe secili njeri dëshiron diçka që nuk dëshiron tjetri. Dikujt i pëlqen mjekësia. Dikujt i pëlqen dizajni. Dikujt i pëlqen teologjia, tash varet për karakterit edhe nështë edhe prej asaj jetës cilën fëmiri që shë ka pas njeri, që shë rrit, me çfarë rrethi ka jetu, dhe ajo e krijon atë farë, të bën që me zgjedhti profesionin, edhe që shke fillu fëmiria jote që shka qenë, edhe me çka je ballafaqu gjatë fëmirisë tone, me çfarë njerëz ke pas për rreth, edhe ajo domethënë është një mënyrë se qysh ja mundson njerit për me përzgjedh profesionin. E është interesant që unë e kom përzgjedh profesionin klasë 5. Shumë herë, domethënë, këtë njerëzit në mundu më çun mjekësi, në atë kohë që shokan, si kem mësu mirë, kanë nga krejt edhe familjarët, edhe kujdestarët, edhe arsimtarët që i kena pas shkollë, i në mundu me ta përzgjedh profesionin pa të pyet heq. Ja, ti vesh mjekësi, kur kënë tjetër. Kish katësi, i ki notat e mira, je mëson mirë, do të mjekësi. O, jo, besë së të më pëlqen mjekësia. Edhe a dini pse s'm ka pëlqyer mjekësia kur? Se kom thonë do të me pas punë me prek trupat ndryshëm të njerëzve. Zoti më fal. Domethënë s'm ka pëlqyer ai takimi fizik me njerëz. Kom thonë do të me kontrollu gjithkanë, me prek gjithkanë, por që ata edhe nuk më ka pëlqyer mjekësia si profesion. Mirë po Zoti edhe kanë dhënë, ja merrat zemrën, është edhe e drejton në ato që është më e mira për të, që falenderoj Zotin që mu më ka përzgjedh prej që atyne me qenë, e unë në klasë 5 pa të vendos me shku në medrese. Edhe pse s'ka pas medrese, domethënë kur kom qenë në klasë 5, se 97 u hap medresja, edhe unë e thësha shkoj me korrespondencë në medrese, edhe du me studiu në medrese. Për arsye se kom pas babën Haxhi, ka punu në medrese, që thash krijohet edhe ajo ambienti familjar me kanë një rritë dhe gjithherë kom dëgju veç fjalë për fe, për hoxh, për pejgamberin, dohon ju më rrit me çatu mësime, edhe vllaun e kam hoxh, edhe për atë arsye nështa ka ndiku edhe këtu edhe e kom përzgjedh profesionin herët. Mirë po, masi që e kom përzgjedh dhe e kom arë në medrese, kom vazhdu tani fakultetin e studimeve islame, nuk jam plotësu, nuk më ka dogtë e bollshme, kom vazhdu edhe studimet master, po ashtu në Landën e Fikut në fe, edhe pse kom pas mundësi me vazhdu në drejtime tjera në Turki, edhe atje domethënë kom përzgjedh drejtimin e fes, që kom dashur me kon ekspert të tamam e fes, jam mundu me studiu me raj, elhamdulillah që kom arrit deri në fund, i kisha sugjeru gjitha ato që dojnë që me qenë ngritën e të Zotit, me transmetu fjallën e Zotit, që apo dënë ti privilegj më të lartë, që ta në kohën ku të shkojsh, ku të hesh, ku të pyet, ti ki me pas në gojë fjallën e Zotit, fjallën e pejgamberit. Ki me këshillu për të mirë, ato që ka ndalu Zotit edhe ka leju Zotit. Ato që ka ndalu pejgamberi e ka urdhru pejgamberi, domethënë gjithçka ki me pas subhanallah, veç më nalë me mendu, profesionin që ka pas pejgambert, ja e bojnë edhe teologët. Qatë profesion të njëjtë. Domethënë pejgamberi ka pas hutbën që u dal në hutbë, u xhadel në hutbë. Pejgamberi u ul para xhamatit edhe ka marrë ligjëratën, në çatë mënyrë veproi edhe në xhami me xhamatin. Ulna përpara xhamatit edhe mulën xhamati para meje. Domethënë ky është profesion më i privilegjuar që e ndij veten shumë të privilegjuar që më ka përzgjedh Zoti me qenë në këtë profesion. Elhamdulillah, edhe ja sugjeroj gjitha atyne vajzave që kanë oratori, se ky profesion kërkon oratori, edhe kërkon vetë besim, edhe sinceritet. Dhe më thonë, jo për syfatësi, jo për interesat kësaj dynjaje, në këtë profesion pare nuk ka, dhe më thonë, aspekti material nuk është i rregulluar njerë për njëherë,
derisa na jemi në qëtë rrugë dhe i sot, mirë po, elhamdulillah për Zotit, ato që i kemi, inshallah, i kemi bereqet, edhe Zotit inshallah është i kënaqur me gjithë veprën tonë dhe fjalën tonë që bojna ka të që shkojmë. Laura, vazhdojmë. Po, inshallah. Pyetja tjetër është, cila është mënyra më e bukur për të afruar dikë me fen pa e detyruar? Përgjigja më e mirë është ajeti kuranor. La ikrahe fid din. Nuk ka dhunë fe, ka thonë Zoti. Të bëhan na ka sugjeru, na ka thonë, na ka urdhru në ajet kuranor, që te kur kanë këtë botë nuk guxon me dhunë, me zor, me shti dhe me drejtu në fe. Po, qyshti mas miri e thret njerin fe, sjelljet e tua. Sjellja jote, butësia jote që ki në raport me tjetrin, ajo afërsia që të regon me tjetrin, zemërgjërsin, të më hanë kur një ju shet gjithë të sjellje dhe veprat mirat e te, atëherë thot në ka dalë se pas ka diçka të mirë që tu. Kur e shet qetësin të te, thot pse beti ka qetë, shumë shpesh ma boj njerëz dhe të kitë pytje. Ka për merë për gjithë kitë lumëturi, gjithë kitë qetësi. Pse? Se kur je mirë me Zotin, me krejt dynjan je mirë. Sa i vetë ta jep atë rahatin dhe ta plotëson atë brendësin tonë mrena, edhe që ajo është qetësia dhe pasuria ma e madhe e njerit në këtë botë. E na nuk guxojna kur kanë më urdhru me zor, se atëherë edhe nëse qaj person ka vepru diçka me zor, nëse i ke thonë ti, s'ka më pas dobi ai të Zoti. Se nuk kam ju pranu si vepër, se ka bo me dëshirë. Më hanë gjithë shka që bojna, duhet me bo në veçanti të çështja e fesë, nuk guxojna me shti kur kanë me vepru me zor, po është çështje që zgjedh çdo njeri vet, edhe nëse ti je shtin me zor me fal namazin, për shembull në shpesh kur e shoh me fëmijët e mi, unona ka një herë me zor me shti me fal namazin, po të lidhet namaz po s'fol hiç. Do thonë, nëse u lidh me zor, po lidhet namaz po s'fol. S'ka namaz. Nuk e kryen veprën cilën e ka nis me kryen nëse i ke thonë me zor me kry. Po mu munu me fjalë të mira, të buta dhe duke i shpreh dashuri dhe afërsi me krijuesin që duhet me pasaj. Dhe gjithçka që duhet me bë, me këshillu që me bë për hir të Zotit. Edhe sjelljet tona mas miri reflektojnë dhe flasin vetë. Qysh ka thonë edhe Aisha, pejgamberi alayhis salam ka qenë Kurani gjallë që ka ecë mi tokë. Domethënë kur e kanë po njerëzit veç prej sjelljeve të pejgamberit, pe i butësisë që ka pas pejgamberi, sa njerëz e kanë pranuar Islamin pa fol pejgamberi hiç. Që kjo ka qenë që na duhet me pas sa ma shumë butësi, afërsi dhe me tregue respekt në tërsjell kur kemi njerëz të cilët nashta edhe se dojnë Islamin, e urrejnë Islamin, po ti me pas metodën cilën ja spjegon. Jemi thonë duhet, nuk i qare, duhet me ba, Zotit dënon me xhehenem, as se thin njëtën e ju, kur ju takon dikush i rin fe, ose praktikus fillestar, kur xhehenemin ja u sugjeroj, dhe si këshill ja u jepi kur xhehenemin njerit mos ja përmeni. Frigën mos ja përmeni kur, sa ja nuk ka dobi. Friga të mon sot, nesër mas nesër të lëshon. Po, mu mundu me kriju bindje, dashuri dhe afërsi me krijuesin. Kur të bën njëri adhurimin me bë për hir të kënaqësisë që e ndin lidhjen me krijuesin. Kjo ka shumë rëndësi. Besoj që po i përgjigjna ashtu sa është e nevojshme për secilën. Inshallah ma bëni halal nëse jes në hak dikoj. Allah shpërblet mësuese, pyetja është kështu: si mund ta falim dikë që na ka lënduar thellë? Haj, sa shpesh unë vjen kjo pyetje në ligjërata. Edhe besoj edhe mesazhe private më vjen shpesh. Kështu ma bojnë. Nështë dikant që se një hiç ma shkruajnë këtë pyetje. Se një mengë po jetojnë në një kohë cilën
shpesh po të vjen për njerëzve diçka që se ke prit, po të prin bes, po të nënçmon, po të përull, po të neglizhon, gjithçka është e mundshme, sot me gjithçka po mujna më përballë. Po me mujt mi avdhon këtë që qëtësinë dhe që të faljen që e kam unë e këtë njerëzve, shumë kisha pas dëshirë. Une nuk di, nuk kam qef, hiq mi akuzu njerëzit. Unë kam qef shumë mi fal, edhe mi arsitu. Po, në qofë se shumë pas ka lëndu thellë, atëherë, a ka ma mirë se ti merr një rahatin dhe mi alon Zotit? Me thonë o Zot. E kjo konë cilësia që ka pas nana jem që kom bartën prej sajna. Se unë e kogjem ka një farë rigorozje kështu në të moshën tem 3, hala pa e dit jetën, po kur kom jetu me nanën tem kogjo momente bashk, ajo ka qenë shumë false. Një tem se kom një të akuzu t'i kanë, ose të e sha t'i kanë, ose të full keq për t'i kanë. A e veç ka thonë, shuj, e din Zoti, e shë Zoti. Leja Zotit. Se pe lodh vetën kurse Zoti është atje naltë i shë krejt njerëzit. Do më thonë, kjo ka qenë fjallët e saj gjithherë që më ka këshillu. Edhe kum pa që ka qenë ma mirë. Se nana e mu dek 85 vjetë, po ftyra e saj konë, si mi pas 30, se ka nervozu vetën hiq, e ka lënë Zotit, edhe konë e qetë në shpirt, në zemër, e pastër, edhe kjo është rezultati puna më e mira. Pra, njerëzit mund gabojnë drejt neve shpesh herë, po mos harroni se edhe na mujna me gabun drejt dikujt, edhe na nuk jena krejt perfekt, mirë po më e mira të mirës është me a kërku halallin njëri tjetrit. Me thonë më falë. Se kesh nervoz, unë falë se të kom akuzun ashta pa arsye, unë falë se qashtu më kanë ardhë lajmet për ty, po së të ku konë realiteti qashtu, ma mirë është me kërku faljen këtë botë, se sa subhanallah me bo me lanë me shku në ahiret, i kena punë të ma keq. Se atje kur shkojna, pagesa e kërkim faljes është shumë e randë, edhe është shumë e madhe, se sa në qofë se falim njani tjetrin këtë botë. Se Zoti çka ka thonë? Me hakun tem hajde, ndërsa me hakun e robit mos më hajde. Kemi kujdes, se Zoti është fals, na mëshiron, nëse na nuk i kryjmë nashta obligime drejt Zotit, ai ka mëshirën e madhe dhe na fal. Mirë po Zoti nuk ndërhyj në botën tjetër nëse jesim hak njani tjetrit. E pejgamberi alayhis salam ka thonë, më mirë është të rënosh qabën, heqa do më thonë me rënu qabën, shpinë e Zotit, se sa t'ja lëndosh zemrën dikujt. T'ja thesh zemrën dikujt. Është shumë punë e madhe. Kështu që mundani me fal, mundani më botë mëshirshëm, se pejgamberi alayhis salam thotë, mëshironi në tokë që të mëshiroheni prej qiellit. Nëse na e falim dikan, edhe Allahu do të na fal neve, e mos harroni asnjëherë se i ndëgjoj shumë xhamatlike thonë, jo Allah mësuesëm ka bë tepër keq edhe kur s'ja bëj halal. Mirë po Zoti çka po na thot? Po i mëshir shumë po ashtu, po thot o robi jem. Qofse unë vjen me gjunahe, so shku me detit, vetëm nëse nuk më ke bë mu shok, unë do t'i fali ty atu. Domthon, Zoti pas ka mëshirë më na fal për gjithë çka që kena bën këtë botë. Se kemi adhuru, si kemi kry obligimet që është caktu për neve, edhe po ka mëshirë Allahu dhe po na fal. E kush jemi na njerëzit mes veti që s'kena mëshirë mja fal njëri tjetrit një gabim më të voglin që ka mujt me bë drejteje? Që nashta ato e ka sulmu shejtanin çat moment. Edhe ai ka ropi shmon, s'ka dosht me kon çashtu vepër keq. Po që i ka ardhur prej shejtanit mallku. Edhe sa më mirë mundoni që me qenë të butë me njëri tjetrin, me fal njëri tjetrin, se edhe ti ki mu bo nesër në zërë për dikan që me të fal ty dikosh në qofë se ke ka buti drejt dikujna, e inshallah Allahu na mëshiron të gjithve. Vazhdojna
Po, Lahur? vetëm një sekundë se ti marr pyetjet. Pyetja tjetër është kështu. Është më e rëndësishme adhurimi i rregullt apo sjellja e mirë me njerëzit? Vallaj, kjo është thik me dy teha. Kjo është dy anshme. A është më e rëndësishme edhe një herë? A është më e rëndësishme vetëm një sekundë. Është më e rëndësishme adhurimi i rregullt apo sjellja e mirë me njerëzit? Këto të dyja duhet mi kry. Adhurimi i rregullt është raporti yt që e krijon me Zotin. Domethënë kjo është diçka personale që na duhet me pas në rregull secila prej nesh. Se është raport që e kemi me krijuesin. Po, edhe sjellja mirë me njerëzit, edhe kjo është pjesë, çu thash, pjesa e adhurimit. Se kjo bashkë po lidhet me këtë pjesën nalë, domethënë nëse i hina në hak dikuj tjetër, atëherë që kjo adhurimi që e ki me Zotin nuk po rezulton diçka në rregull. Pse? Që ka thonë Zoti në Kur'an, namazi është ai i cili na largon nga veset e këqija, neveritura, domethënë ti rregullon edhe raportet edhe me njerëzit, ta rregullon jetën tonë. Kur ti jeni besimtar i denjë edhe i sinqert në adhurim ndaj Zotit, ti ki me qenë i rregullt edhe në rregull edhe me njerëzit. Pse? Ti e din që dohet me pas sjellje të mira edhe me të tjerët. Duhet me pas sjellje të mira ndër sjella edhe me njerëzit. Se Allah ka kriju njeri social. Kjo botë ndërtohet me raportet që i krijojna mes njëri tjetrit. Nuk jena të krijuar me jetun këtë botë vetëm, që që kena nisë më bo, individual, personal, veç mu më interesu jeta jam personale, jo. Pejgamberi alayhis salam ka thonë, më i miri prej jush, është ai i cili më së miri sillet me të tjerët, dhe është më i dobishmi për të tjerët. S'ka thonë, është më i miri ai i cili i këshyr veç punë të veta, që kena nisë na më po shqiptarët. Të këshyri interesin të jam, punë të mija, shpinë të jam, shuj, s'po më thirë kërkush, s'po më folë kërkush, s'po kam punë me kurkan. Jo, muslimani nuk është individual. Muslimani është njëri kolektiv, që e ka interesin e përgjithshëm. Do të me pas atë frigën se mos po jam në shkak që dikush mos me boni vepër të mirë. Mos po jam në shkak që nashta dikush pja qes në mend që ai me punu mirë. Mos po jam në shkak që shka ku jam ai po hjek për diçka. Unë e kam mundësi mi ndihmu, po s'jam të ndihmu. Mohon nëse neve na brenë që e ndërgjegje që Zoti e din, që unë kam fuqi dhe kam kapacitet që filanës mi ndihmu diçka, edhe që ajo brendësia jonë s'na lënë rahat, se ti e din që Zoti e din që ti mundesh mi ndihmu dikoj. Atëherë kena me qenë rregull dhe raportet tona me njerëz ka me qenë shumë mirë të rregullume. Po qofse na i thojnë a vetes, valla, që i kanë thonë këtyne herë shtren kapuqin në këqyr veç punë të veta, atëherë nuk po është diçka në rregull. Se raporti jonë me Zotin s'po në rregull, qofse ti menon që veç ti me kanë mirë për tjerët mos me të interesu. Mon, që ky raporti jonë, adhurimi jonë me Zotin rezulton edhe në raporte me njerëzit. Është i përbashkët. Këto dy vepra shkojnë bashkë. Qysh jena me Zotin, inshallah kena me qenë në raport me njerëzit në rregull. Tamam, po vazhdojmë inshallah. Po. Tjetër është, çfarë do t'ju thoshe vajzave që ndihen të dobëta në fe? Për shkak se e dim që dhe momente ku imani na bjen për tokë krejt. Po, qysh që din, ka njëherë ma arru që je muslimane krejt bile. Këtu do të me luftu me egon, do të me luftu me nefsin. Po, janë edhe kushtet edhe rregullat cilat na nuk dohet mos bëjë dhe mos brops prej kësaj feje, elhamdulillah që na ka udhëzu Zoti zemrat. Edhe gjithherë me thonë o Allah, elhamdulillah që me ka udhëzuar në këtë rrugë drejt. Mos ma shtrëmbro zemrën time pasi që më udhëzove. Do më thonë, po dhe mbi gjitha, çka na vin, shoqëria me njerëz të fetar. Kjo ka shumë rëndësi, që njeriu me majtë në fe, takimi me motra, qoftë
e tash në mënyrë grupore që shfohina kështu edhe live, edhe në për grupe që i kena, qoftë Telegram, qoftë WhatsApp, kudo që jem, qoftë edhe takimet fizike, kjo i ndihmon shumë njeriu që me forcu në fe. Sa që ka njerë në ashtë edhe na që kena studiu fen, me bo mus mu taku fort me njona tjetërën, ose mus mu bisedu rreth fes, apo mus me dëgju ligjërata rreth fes, harron krejt disa obligime që a i ke mësu, para 20 vjetë në ashtë kujtohen. Kështu që ndëgjimi shpesh të ligjëratave fetare, leximi rreth fes, leximi Kuranit, kush din Kuran, kush nuk din është mirë edhe me lexu Kuranin me përkthem, ajo ta shton imanin shumë. E shef fuqinë e Zotit se me shembuj që ka ndodhur më herët, çfarë fuqia absolute ka Allahu. Edhe më ju largu TikTokut, më ju largu këty në rrjetet sociale degeneruese që e mëtën rinin tonë. Më ju largu telefonit në senet kota, po munu me pa dhe me ndëgju sa ma shumë vetë gjëra dobishme që të ofrojnë drejt fesë. Këto inshallah na forcojnë dhe na ndihmojnë që t'jemi më të këmbgulse në fe. Edhe gjithsesi, për çdo gjë në këtë botë dua. O Allah, shto ma imanin, shto ma devotshmërinë. Gjithherë edhe duaja me kanë pjesë e jetës t'ju ka dhe që shkoni. Po vazhdojmë. Po. Pyetja tjetër e parafundit është shkruar. Si mund ta ruaj një motër sinqeritetin në një botë kaq materiale? Kjo materiale në myti. S'te qelin gojen, kush të fol me kanë, sa pare? Sa i ke bli këtu? Çfarë firme ishin? Ti si pas ke bli, po ma të firmë, ja, kur gja. Kjo, domethënë, që ju ka hinë në zemër edhe në shpirt, kjo çështja materiale, po harrojnë mëre njerëzit që krejt komplet kjo material ku me mitë këtë botë. Krejt gjithë shka është e pavlefshme. Mos të bojna na qëllim kryesor çështjen materialit kësaj dynjaje. Kjo është vetëm mjet për me kalu në këtë botë, ama qëllimi jonë çka është? Me arrit kënaqësinë e Zotit, edhe me shku të Allahut pastërta, me shku me vepra sa më të mira, me pëshoj sa ma veprave të mira që i kemi të Allahu, që ajo ka shumë rëndësi, se qysh kena me shku të Allahu, se materialja 2 metra që fin veç, mëre palatët e krejt botës një paqën këtë dynja, Lamborghini më të shtrejti, më të fundin në paqën këtë dynja, vallahi së në merë bërë, që ato këtë botë ki me lanë, veç vjen me leku Gjibril, për 1 sekund, as minutës në zemë. Ta merë shpirtin, del për kësaj bote, shoqru si ma i mirë joti, kush ka me qenë? Veprat e tua. Unë si jam pesimiste, po gjë një farë teologë optimiste jam. Mirë po, jo me të pru që shja ka njësë rinia jonë, më dhonë tepër mas materialës. Të më dhonë me kënd të falsh, ose one për shemë kur ti thëmë, për moj një ligjerat, ose filan venin kë me shku një ligjerat, sa po të pagushin? Sa të jepin? Po ja, se bisedoj veç çështjen materiale, ku të shkojsh, nuk është në pyetje veç materiale, është më rëndësi aspekti shpirtëror. Edhe ajo pjesë e jetës, po jo qëllimi kryesor. Domthon, bëne që dallimin, qëllimi jon edhe mjetët e cilat na mundsojnë për me arrit deri te qëllimi. Pejgamberi alayhis salam çka ka thonë? Punoni për këtë botë, sikur nuk keni me vdek kur. Punoni për këtë botë, sikur nuk keni me vdek kur. Amo mendo për ahiret, se çka ke përgatit për nesër, sikur ki me vdek nesër. Mendoj ato vepra të cilat pi bën, a janë vetëm që kanë me të pas dobi në këtë botë, ata për botën tjetër. Domthon, çdo vepër që e bojna më mundu me kanë pjesë e saj në sinqeriteti. Nështë shpesh unë bjen me përsërit ligjëratat se lidhen tema me temën. Gjithherë kur e bën një veprën, thuni Allah për hir të andën, edhe kam adet që më duhet me bë këtë punë. Për shembull kur çuna me bë drekën për fëmijë, thë mos Zot për hir të andën, po du me nda këtë kohë,
edhe për mi knaqë fëmijët e mi me këtë ushqim që për përgatiti. Për bëj një sadak trupit tem për fëmijët e mi. Domethënë, e bëni një punë me 2 njete. Një vepër me 2 njete. Mundohuni që mos me qenë gjithë shka veç materiale, mos me shëndru këtë botë gjithë shka materiale, se aj materiale sta mbush atë anën shpirtërore, do më thonë, nuk ta plotson edhe miliona euro me t'i dhonë dikush. Kur ti nuk je mirë nga aspekti shpirtëror, vallahi, billahi, ti s'kimi pas ato. Nuk kanë me pas vlerë të ti. As kime pas buzëqeshje në fytyrën tane, as kime ndi lumëturin brendësin tane, në qofë se ti nuk je knasht dhe lumëtur në brendësin tane, shpirti jët, nuk është mirë në lidhe me krijuesin tanë. Nuk e ka atë connection. Zemra jote s'ka lidhje direkte me Zotin, a ke po vesh një moment me bo më na hjek kjo lidhja internetit, që shbina për tokës, të lyp, të hulumtu, të e përsërit pasportin, s'ka për internet, qësh mja bobre, qësh me qitë për internetin, së më rren. Pse? Nuk je connection me diçka që ti je lidh vazhdimisht, po do me kon rrjedha me njerëzit. Pa po harrani që në qofë se na jena lidhe dhe kena connection me krijuesin ton, që ajo është lumturia njeriut. Që ato është krejt poenta e jetës ton që pse jetojmë këtë botë. Edhe vallaj, billahi, një cent mos me pas këtë dynja, ja pet kime qeni buzëqeshur dhe kime qeni lumtur. A pet i kejt zemra jote kime qeni hari. E anë njona për që atyne jam, mos harrani shpesh. Dhe më dhëmë, sëmë brengos mu shumë që është tja aspektit material. Zoti është i knasht me mu, me veprat e mija që jem të i ba, a janë sinqerta, që aja ka rëndësi për mu, se për që ta kena me dhëmë përgjithsi. E po ta në këtë një mirë është. Ki qef me pas një shpit mirë, me thonë njerit bojron, pak e një farë krenarie se ki diçka mirë, e kam një kertë mirë, këtë njerëzit po thonë farë kërë, pas ka bo fejimja, po flasin për ty, po që se ti si e mirë mrena, vallahit nuk i nin as që të fjallë, as nuk i merë që të komplimente për njerëzve, ti hinë edhe dalën për një veshë tjetër që s'kan kur çfarë vlerët e ti, se ti si e mirë mrena. Dhe më thonë, që se lidhe me krijuesin e kena në rregull, edhe aspekti material mirë se vjen. Po mos e materializoni këtë botë, po mundoheni shpirti me kanë rregull tani materiale me ardh pres asojna. Allahu na forcoft në këtë rrugë. Vazhdojna Laura. Po inshallah i kemi edhe 2 pyetje të fundit. Pyetja e radhës për ndu këtë pas marrë tek pyetja e fundit, është një pyetje që më ka dërguar një motër, thotë kështu: a është keq kur i friksohesh vdekjes? Wallahi, as pa të jo, krejti friksohemi ka pak. Si kanë thonë ples vdekja eftoft, veç kur të menojsh që kime kanë veç vetë, kur fanë dim si për rreth, s'kime pos, a ke po dhe njerës kanë fobi veç në shpi me mejt vetë tutën. Kum dëgju shumë njerës, du më thonë që e kanë fobi frigen me mejt veç në shpi vetën. Unë mund ma halë jam vetë së në stutna, e kam që të farë, që të kam frikën fort pjesë tjetës, po dikush po. Mirë po, kja do të më mendue në 2 aspekte, pse pe ki frikë vdekjen. As ke bo boll për Zotin, që ti me konë e gatsh me mardh me leku dhe me ta marrë shpirtin tanë, nuk je i gatsh shumë dhe më hëndë, s'ke bo sa duhet edhe venin vetën mangët në këtë drejtim, apo po të shoqëron pjesa tjetër që mirë, ju mundu të njete, po nashta se kum plotësu krejt ato se çka ka thonë Zoti. Do më thonë, friga për vdekjen do me konë 2 aspekte. Ose mu frigu që s'ke bosa duhet, si e i gatë shumë për me shku të Zoti, po edhe tjetra, kum bo, po se dia është Zoti i knasht me gjitha ato që e kum bo une. Do më thonë, nuk ka nevojë edhe me lodh vetën shumë këtë aspekt, do më thonë mos me
bë dhe lodhje psiqike, se kjo është edhe ka lënë edhe në smundje psiqike të shumë njerëz, që e ka atë frikën e vdekjes, thot jo, mësuse ku qysh, kur të menoj që atë moment, tranona krejt, pa i ko me ardhë, dësh tranon, dësh mos tranon, për se cilin për neve ko me ardhë momenti vdekjes. As një mos menoni që kena me met këto. Dikush ma herë, dikush ma vorë. Po për që ata, që na ka mësu Zoti dhe pejgamberi, që na mu përgadit me punu shumë për që atë moment kur të vjen, që na mi thonë me lekut vdekjes, o mirë se vjen se unë jam e gatshëm. Mirë se vjen se unë më nëzis po pres me ta ku Zotin tem, se e di që ku mbo shumë punë të mira, që inshallah këmë pos ftyrë mi dalë Zotit për para. E po të këtë gazetarin që e ka të rëndit këtë botën i fundi që e më të nëtasht në Palestina, ideali Salah, që pa temnin. Qëfar ftyre shkoj të Zoti, të ra shahadet, me dua, të bo dua, hala për besimtar, për ata që i lem pas vetës, arabisht, të i bo duat, të shku të Zoti dhe me buzqeshe, krejt ftyren, të kesh, goja qelë të kesh, du ma hanë, se ka po gjenetin cilën ja ka parashtru Zoti ku ka me shku. Për që ta edhe kesh njëri. Inshallah Allah na mundësën për fundimin e mirë, që me pas qef na me vdek dhe me pas takimin me Zotin. Allah na mundësën vdekjet të knatshme krejtve. Edhe me ba dua, Allah letë sama momenti kur të dalë për kësaj bote, inshallah dalë me fjallën la ilaha illallah. Jo me arë shejtani më na mashtru dhe në që ato momente, mos me leju. Vazhdojna, Laura. Edhe pyetja e fundit për sonte është, cila është lutja më e dashur për ty dhe pse? Unë kam shumë. Unë vallahi kam do lutje që sa vjetë gjithë herë të njëjtat. Ku të shkoj, ku ti jam në udhtim, kur të përfundoj namazin, kur të shkoj numre, kur të jam në qabe, kur të jam të xhamia pejgamberit, kur të jam të vorri pejgamberit, dhe më hanë, i kam tranesta duat, nuk e kam veç një. Nuk e specifikoj kur veç një. Gjithëherë, pyetja parë, duaja parë, o Allah, falna gjinohat, falna gabimet. Se na jena të gabushëm. O Allah, mshirana me mshirën tante. Se në që se nuk na rrug mshira Allahut, me vepra tona as mësu nesni, as njësun, as jo, të Zoti. Se inshallah Allah, me mshirën e vetë, na fut xhenet, e na mshiron, na fal. O Allah, ma mundësë xhenetin, Firdaus. Ma mundësë me pi ujë për krojt e kjo therit. E ma në këtu janë duat, gjithë njëjtë, ku të shkoj, ku të hi, ku të dalë, që i kam si poezi. O Allah, më falë mua, prindrit e mi, faljav gjunohat, faljav gabimet, bën jam nasib xhenetin, Firdaus, prindve të mi. Mos mi dënas një moment, o Allah, gjithëherë po i dua kështu. Mandej, o Allah, udhëzomi fëmijët e mi në rrugën e drejtë. Mundësom ati kam gjithë hafuzat Kuranit. O Allah, na mundëso shëfatin e pejgamberit. Qëtu janë duat ma të shpeshtat, edhe ma të dashura, edhe pse po shpresojmë që Allah më na i pranu me pas shpërblim prej tyne, edhe me arrit ato të cilën po e kërkojmë. Edhe mi udhëzu Zoti rinin tonë, mi rujt pej gjithë kësaj të keqe që i ka rrethun të na antë, Allah i rujt kudo që jam. Dhe nuk kam një dua veç specifike, veç një, po kam përgjithshme. Këtu paka shumë, janë cilat i bëj gjithëherë, edhe inshallah Allahu, edhe Allah mos na i dobëso zemrat tona gjithëherë dhe këtë dua bëj që ka bu pejgamberi. Mos na shtrembro zemrat tona pas që na udhëzove, na shto imanin, na shto devotshmërinë. Kështu bëj duane. Paka shumë inshallah ju orientova. A ka Laura diçka ma tepër? Se u bon një orë edhe mos pja hupëm sabrin, thujnë kjo mësusja me të parën ligjëratës, po di ka më na unalë. Jo, kjo ishte edhe pyetja e fundit për sonte.
Allahu të shpërblet mësuese për Inshallah. për Edhe përgjigjet juve. e keni nda me neve. Allah i shpërblet edhe motrat për sabrin dhe durimin që kanë bë deri tash me neve. Allahu na falt ku ja kemi huq. Allahu na shpërblet ku ai ka dashur na mja qëllu. Ku ja kemi ka qenë prej vetës tonë e ku ja kemi qëllu ka qenë prej Allahut. Allahu na ruajt e na udhëzoj në rrugën e tij të drejtë. Amen, ja Rabbi. Pra motra, Gjithmonë. për emisionin tjetër të radhës me pyetje, inshallah ja dërgoj tash se nuk ja u kisha dërguar në grup linkun formularit për mi bu pyetjet anonim, ose nëse nuk e keni problem për me audit identitetin e juve, mundeni me mi bu pyetjet drejt për drejt tek one. Ose Unë ka thonë, kanë qef gjithherë dëgjuesit e di që kanë qef me konë anonim. Nuk kanë qef mu specifiku. Lev që atë mënyrën e anonimit, kështë qenë ma, besoj që ma korrekte, përse cilën qka dënë me shprej edhe me pyt, janë të mirë sa ardhura, isholla dhe na, qështë tash me këtë dijen tonë, kena mundësimi e përgjegjë, që kanë edhe naj pytje ma personale, edhe rreth ciklit, për shembull, që s'mujna fort me bisedu edhe me hoxhallar, janë të mirë sa ardhura edhe ato. po inshallah, pra linkun e keni, do ja dërgoj më vonë në grup. Edhe në pyetjet e juaja, nëse është do një pyetje urgjente, ja dërgoj drejt për drejt mësueses dhe aja ja përgjigjen me shkrim. Nuk është problem fare. Pra kaq për sonte inshallah, nëse ka mësuesja me shtu najsen mundet, nëse ju e përfundojmë këto. Allah i shpërblet gjitha këto që kanë marrë pjesë, inshallah kanë pas mundësi me përfitu për këtyne minuta, edhe Allah i shpërblet ty laur me xhenetin Firdevs, e na bashkoft në hajër gjithave. Allahumma amin. Pra motra, Allah ju rut. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Nëse kanë këto diçka, moni me shkru, nëse keni naj sugjerim ose naj urem për neve, mirë presim, a ju ka pëlqyja, s'ju ka pëlqyja, çka ju ka preokupu najsen gjatë emisionit sante, jeni të mirë sa ardhura. Mujnë edhe me shkru nashta jesin këtu në grup, apo te Laur? Vetëm pak se po dojnë me fol për motra. Okej. Ja. Selam aleikum, teologe dhe i për të shëta motrat. Aleikum selam. Një përshëndes dhe ju ndëgjova për fillimit, keni ligjërat shumë e mirë dhe ju përgëzoj për këtë mundësi që keni marrë më na dhonive. Që në përshëtëpjes kena për shembull shumë ofër xhamijat me shku mi ungu. Edhe deshta mi ju tregu që këto nuk munduna me shkru se keni ndalume. Edhe ju kisha thonë linkun me që dikon se shumë motra kanë kërku linkun, po përmes Facebookut nuk deshin që është me hi, apo kupton. Edhe të kishit muj dikon linkun këto, edhe na me shpërndo tani. Po inshallah, dërgaj nuk është problem se... Më duket e kum dërgu edhe të motrat e Radio Pendimit, që jam atje në grup e kum dërgu linkun, se di. Po zëshin me hyz, po ditash, me nëzë i... Dishka... Nashta edhe për herë të parë, gjithherë a i fillimi këmi të kodës të sli. Po, e kështë që ju përgëzoj edhe i sholla të nga ligjërata ma shpeshta me juve. Po, i sholla si të shumë që është tu numri pytjev, se unë e di që ma shumë keni nevoj për me pytë, se sa veç me ndëgju ligjërata kështu. Po, vëlla, ma shumë për me pytë na, grotina kuriuze me ditë ma shumë. Njeri me gjithë shka, loj situate më nësh më gjindë, kështu që ju thash nëse shumë, tash nevojshme na shtojnë ai sholla dhe nëse kishte pas mundësi veç të pyetjet vogël më madhon, për shembull a kem drejt me bë do për njerëzit që mysin veten. Unë kanë ndodh kur më kanë qenë spital një grua ato, edhe shpesh du me bë do se mdhimet shumë. Ka pas ropin ndërtesës, po tani thom a bëj gjuna, a do të më bënë do për to se di momentin e fundit ju më konë ofercojna, tani, unë ju më hinë spital, ajo veç e kishë shkry ato. A kem drejt me bodo, tani, s'po di qëto. E lojna jave në ardhshme?
Se tani duhet më zgjeru edhe ma shumë, e ja morëm kohën edhe këtyne tjerave, inshallah. Përgjigja e parë që kjo jotja ka më qenë në domethënë në ligjëratën e ardhshme, kur na Inshallah jena me hymër e prisëm. inshallah ma bëni më lëllë. Allah dhe Se gjenet. duhet më zgjeru tani, me ta spjegu këtë gjë. Faleminderit shumë. Hajde. Allah ju nderoft edhe juve, shumë faleminderit. Vetëm pak se tash në ranë është motra nervbes. Veç pyetje mos të parashtrojnë, po nëse kanë ndaj sugjerim ose ndaj përshëndetje, se për pyetje tani do veç po ta qep ju përshëndet, selam aleikum, pas kam Aleikum marrë me selam. tani zonin, se që 3 vjet kom ardhë në Gjermani edhe nuk kam mujt ma më ardhë të xhamia, unë jam kanë dëgju se jotja. Dersën, mashallah, alhamdulillah, i shkruva motrës Laura, tash a mos është kjo Prishtin që shto, tha po, alhamdulillah. Besëm pas ka marrë malli me ngu derset e tua, mashallah. Në është përshëndes, alhamdulillah që pas ke mundesu tash edhe në Telegram me qenë. Allah është përbleft, jo në të malit, qaja të imja që në kom, që sa vjetë që ashtu kom vazhdu, alhamdulillah. Allah është përbleft me të mira, o dhe e ndërofë Allah e qufti, Allah i knasht me juve. Amin, bashkë me juve, inshallah, falenderit shumë. Hiç kur gjë, selam aleikum. Aleikum selam. Unë të që përshëndes pak, selam aleikum, jam Nerminja nga Struga, ju jam dëgjuese rregullt të ligjëratave tua, edhe kam pas rastin të takohem me live me juve, edhe në xhamia kam marrë pjesë, se shkoj në Kosovë shpesh, edhe më pëlqejnë shumë të përshëndes, edhe te Arkiva Islame ju kam dëgjuar, tash i shpejt para 2-3 javë më duket, edhe jeni aktive, shumë e palodhur jeni, ju dëshiroj suksese në këtë botë dhe në botën tjetër, jeni e qartë, gjuhën e flitni shumë qartë, e bukur, e kuptojmë, dhe desha të pyes vetëm Laura le të prezantohet se s'po e njoh kush është ajo, mësuese atë çka është, edhe tema tjera mundemi neve me propozu ndonjë temë që na intereson me ju shkruajt? Po bon, ashtu po këtë ciklin që ta që kena fillu pyetje përgjigje, kena veç pyetje përgjigje, domethënë nuk zgjerojnë atë temë, ama temat i kena një herë në muj, domethënë fund të mujit. Çdo fund të muj e kena ka një temë caktuar që kena bërë ato e kena nis 3. Në mujin e kaluar fund shtatorit e kena pas, tash të kena fund tetorit, edhe 10 ditë po më duket edhe një javë Laura e sheh atë kalendarin. Po, ku e kena? Moni me prepozu pse jo? Sa i përket. Okej, në rregull. Në rregull. A pyetje përgjigje çdo javë do të keni apo çdo çdo me 20-in të mujit, po më duket ka shumë i nevojshëm emisionin, ashta e shtojnë edhe më shpesh. Inshallah. Shpresoj, shumë interesant. Po faleminderit për këtë fjalë, kaq miradije që më the Nermin. Allah i nderoft. Vallai në monona as mos më tregu e pa kuptueshme, as me kanë mendje madhe, as më mundu se ku me ditë se çka jam, e kush jam, unë jam që kjo originalja feimja që më njohin këtë njerëzit fizikisht edhe kur s'u mshojnë edhe kur më shohin e njëjta jam. Ashtu të duam gjithmonë të jeni. Faleminderit shumë për juve. Selam aleikum. Aleikum selam. Mirë, para se më jap fjalën motrës tjetër, sa i përket motrës Nermin që më tha mu prezantu, për ato që nuk më njohin, unë jam Laura, jetoj në Francë, jam 3 vjeçe. Unë jam studente e dijes më shumë në degën e hadithit. Përveç kësaj jam dhe mësuese e Kuranit, më shumë për abetaren kuranore. Kaq. Edhe është qika me e mira. Që më ndihmon i letëson punë. Ka njerë unë jarroj grupet mas shumë të që më ndihmon mos me harru, thirë, së gjafejime, atë që kime i qëtasht. Allahu e dasht, Allahu e ruaj gjithmonë. Inshallah, e ka pjesë në shpërblimit çdo punë që bëjon, e kam histë edhe këto. Inshallah, gjithmonë tjetë ashtu, Zoti ja shtof diturinë. Amin, inshallah. Në ranë është motra Imrane, e ka dërgu më herët, pastaj motra Floria edhe e përfundojmë këto. Motra Imrane,
Imran. Selam aleikum. Pasi qeti ishte I mbyllur, vetëm dhe ishte më ju përshëndet. Faleminderit. Po, me të vërtetë, po, nuk ju kom dëgju asnjëherë, për herë të parë po ju ndëgjoj, mashallah, shumë përgjigje me vend, ashtu qysh kënaqet njëri kur ta ndëgjon një psikologe. Elhamdulillah, edhe më pëlqej shumë ai krahasimi që e bën mbushja e imanit zemrës me iman, sikurse që I mbushim internetin apo ato pajisjet elektronike. Po, Allah, në të vërtet kemi nevojë shumë I mbush të zemrat tona me besim se shumë po na mashtron dynjaja.